Sot, në emisionin Wake Up, Kiara Tito ishte bashkë moderatore duke sjell një atmosferë të ngrohtë dhe energji pozitive në studio. Ajo ndau me publikun jo vetëm momente të rëndësishme nga jeta e saj profesionale, por edhe reflektime të sinqerta nga jeta personale. Kiara foli hapur për projektin e ri filmik që po realizon së bashku me partnerin e saj, Luiz Ellin, një projekt që ka sjell shumë emocion, por edhe sfida të ndjeshme për të dy. Gjatë bisedës, ajo tregoi se periudha në të cilën ndodhet është një nga më të ngarkuarat e karrierës së saj. Sirimet intensive, takimet e shumta dhe angazhimet artistike po e mbajnë larg familjes, sidomos larg vajzës së saj të vogël Luna. Kjo distancë sipas saj është pjesa më e vështirë e këtij udhëtimi profesional. Nuk takoj shpesh Lunën, ndihem shumë në faj. U shpreh Kiara me një ton të butë dhe të sinqert. Ajo shtoi se çdo ditë përpiqet të gjejë balancën mes detyrimeve të karrierës dhe rolit të nënës, por shpesh e gjen veten duke menduar për momentet që humb pranë vajzës. Pavarësisht kësaj, ajo theksoi se çdo sakrificë e tanishme ka një qëllim të bukur: krijimin e një të ardhmeje më të mirë dhe më të qëndrueshme për familjen e saj. Projekti i ri filmik me Luin ka marrë vëmendje të madhe që në fazat e para të produksionit. Kiara zbuloi se ky film është një sfidë e re artistike për të, duke i dhënë mundësinë të shfaqë aftësi të tjera përtej moderimit. Ajo premtoi se në ditën e vijim do të ndajë me publikun më shumë detaje nga prapaskenat, personazhet dhe emocionet që i ka sjell kjo eksperiencë. Gjatë intervistës, Kiara nënvizoi se pavarësisht dashurisë së saj për ekranin, roli i nënës mbetet gjithmonë në qendër të jetës së saj. Ajo tha se malin për Lunën ndjen çdo ditë, dhe kjo e bën të përkushtohet edhe më shumë për të menashuar kohën me kujdes, për të siguruar që vajza e saj të mos e ndjej mungesën e së më shumë se sa duhet. Për të, çdo hap profesional ka kuptim vetëm kur familja është e lumtur. Në fund, Kiara shprehu mirënjohje për mbështetjen e publikut